njeriu është i krijuar i ngutshëm. Nana e pishman lëkut, për arsye se u ngut pak. Njerëzit nguten edhe në dua. Njeriu ngutet edhe në shtëpinë Allah. Sa prej njerëzve nguten, nxitojnë edhe në namazin e tyre, nguten edhe për në haram, nga se nuk kanë sabër në halal. Mos u ngut në martesën tënde, mos u ngut në shkurorzimin tënd, po mos u ngut edhe një shkrim kur e ban. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në kohën në të cilën jetojmë, shkaku ndoshta i angazhimeve të shumta, i obligimeve të shumta dhe të ndryshme në mesin e njerëzve, shumica e njerëzve do të shohësh se nguten në jetën e tyre, nxitojnë shumë në jetën e tyre. Ngutet njeriu për në punë, ngutet njeriu në komunikacion, ngutet njeriu që të kthehet në shtëpi, ngutet më vonë për ndonjë gjë tjetër, pretërend dikun dhe ngutet, nuk ka sabër, çdo gjë mundohet të realizon në mënyrën më të shpejtë, nga se njerëzit nuk kanë kohë dhe nguten. E në raste të tjera pastaj ngutja, nxitimi kalon edhe në gjëra më të mëdha, edhe në gjëra më të rëndësishme, megjithse njeriu është i krijuar i tillë, ashtu siç tha Allahu azza wa jall, khuliqal insanu min ajal, njeriu është i krijuar i ngutshëm, njeriu nga natyrshmëria është i tillë. Mirë po besimtari duhet të mundohet që në jetën e tij mos të merr vendime dhe mos të merr hapa me nxitim, të jetë i qetë, të jetë stabil, të jetë i matur, kur të merr një hap të caktuar, të jetë i qelluar. Sa prej njerëzve janë ngutur në jetën e tyre, sa prej njerëzve nguten gjithashtu në jetën e përditshme, e thon fjalën e tyre dhe pastaj pendohen, e marrin një hap dhe pastaj bëhen pishman, e bën një plan dhe pastaj e shohin që kanë gabuar. Për çfarë arsye? Për shkak se kanë nxituar. Dhe arabët një gjë të tillë e quajnë nana e pishmanllëkut. Nana e cila është kryesorja më e madhja në jetën e njeriu, që njeriu bëhet pishman. Për çfarë arsye? Për arsye se u ngut pak kishte bë sabër, mos të kishte thënë, pak të kishte bë sabër, mos të kishte reaguar, pak të kishte bë sabër, shumë gjëra do ishin më ndryshe. Andaj besimtari në jetën e tij duhet të jetë më i matur, duhet të jetë më i qetë, duhet të jetë më i kujdesshëm kur ta merr hapin
të jetë hapi i tij i qelluar. Kështu na mëson feja Allahut Azza wa Jall, kështu na mëson Kur'ani, kështu na mëson suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz nguten në ndryshimin e gjendjes. Dëshirojnë që gjendja të ndryshon në xhami, në familje, në lagje, në popull, edhe më gjerë për një kohë të shkurt. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që gjendja nuk ndryshon për një ditë, gjendja nuk ndryshon për një javë, gjendja ndryshon për së miri, gradualisht. Kështu ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sahabët u sprovuan shumë deri në atë shkallë sa që Khabbab bin Arat radiallahu anhu tha: ja Rasul Allah, a nuk e lut Allahun për neve? A nuk e lut Allahun që të na ndihmon? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ka pas në popujt para jush njerëz të cilët janë sprovuar dhe janë masakruar dhe janë coptuar për këtë din. Pasha Allahun, Allahu do ta ngrit dhe do ta plotson këtë fe. Mirë po, walakinnakum tasta'jilun, mirë po ju nguteni shumë. Islami do të ngritet, Islami do të përhapet, Islami do të sundon, Islami do të gjallëron nga gjitha anët e botës. Mirë po ju nguteni shumë. Një gjë e tillë nuk bëhet për një ditë. Pejgamberi Allahut, mirë po kaluan 20 vite pas atyre sprovave, 20 vite të plota, derisa u kthye në Mekke dhe në Kabe dhe i theu idhujt e idhujtarve. Duhet kohë, besimtari nuk duhet të ngutet që ta sheh rezultatin, që ta sheh suksesin. Besimtari duhet të mundohet që ta realizon atë që i takon. Pastaj suksesi është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Njerëzit nguten edhe në dua. Edhe kur e lusin Allahun Azza wa Jall nguten. E lut Allahun dhe don me një herë ta sheh përgjigjen para syve të tij. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu ja pranon robit duan përderisa nuk ngutet. Si ngutet njeriu? Thot: e kam lut Allahun, e kam lut një herë, e kam lut 2 herë, Allahu mua nuk ma pranon dhe e lën duan. Është ngut ky njeri, ka nxituar ky njeri. Duhet të vazhdon besimtari ta lut Allahun Azza wa Jall derisa Allahu do t'ja plotson lutjen e tij. Gjithashtu njerëzit nguten jo vetëm në aspektet të dunjas, jo vetëm në punët e tyre, jo vetëm në vendimet e tyre. Sa prej njerëzve nguten, nxitojnë edhe në namazin e tyre. Edhe kur falet, ngutet. Edhe kur e lexon Fatihan, ngutet. Edhe në ruku, ngutet. Edhe në sejdë, ngutet. Për çfarë arsye? Nga se krejt dunjaja atë e presin jashtë xhamis apo jashtë shtëpis. Dhe ky me vrap, dhe ky me nxitim e fal namazin e tij. As nuk e plotson rukun, e as nuk e plotson sejdën. Kështu ndodhi me një njeri i cili hini në xhami që ta fal namazin, e fali atë, e përshëndeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha këtij njeriu: irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kthehu edhe falu, se ti nuk je fal. Subhanallah, u kthy ky njeri, u fal herën e dytë. Kthehu edhe falu, se ti nuk je fal. U kthy dhe u fal herën e tretë. Përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: o filan, kthehu edhe falu, se ti nuk je fal. Namazi ngutshëm nuk është namaz. Namazi me nxitim nuk është namaz. Kthehu edhe falu, se ti nuk je fal. Tha: ja Rasul Allah, më mëso, se une nuk di ndryshe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur të hysh në namaz, merr tekbir, lexo Kur'an, bjer në ruku, qetësohu në te, bjer në sejdë, qetësohu në te,
ngritu nga sejdheja, qetësohu në te, qetësohu në namaz, për ndryshe, namazi i ngutshëm nuk do të vlen para Allahut Azza wa Jall. Sa prej njerëzve nguten në namazin e tyre për pak sekonda apo për pak minuta, sa do që ngutet, ndoshta mund të ketë kursier nga namazi dhe nga koha e tij 1 minutë apo 2 minuta. Mirë po shejtani e nxit njeriu dhe njeriu ngutet edhe në ibadetin e tij. Njeriu ngutet edhe në shtëpinë e Allahut, edhe në xhami, edhe në xhuma, në momentin që jep selam me vrap me nxitim, të del prej xhamie, qetësohu pak, e ke fal xhuman, e ke fal namazin, ke dhënë selam, ban pak dhikr, mos u ngut në shtëpitë Allahut Azza wa Jall, dhe pastaj të gjithë do të dalim dal nga dal. Mirë, po njeriu ngutet në shumë raste, njeriu ngutet edhe në sprovat e tij. Allahu e sprovon, nuk ka gjendje me bë sabër, ndoshta e thot një fjalë, ndoshta e fajson Allahun Azza wa Jall, ndoshta reagon me ndonjë reagim që nuk i takon besimtarit. Kështu ndodhi me një njeri i cili mori pjesë në luftë bashkë me sahabët, i cili i çante safat e idhujtarëve, të cilin e pan sahabët dhe than, atë që e ka fitu ky nuk e ka fitu askush. Ky luftari madh lumi ky për veten e tij, lumi ky kur del para Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu fin nar, ky njeri do t'jetë nga banorët e xhehenemit. Subhanallah, u habitën sahabet, gjithë këtë luft, gjithë këtë sakrificë në xhehenem, një njeri i shkoi mbrapa, e përcjellte gjendjen, derisa ky njeri u plagos rand, nuk pati sabër, e vendoi shpatën në tokë dhe ra me trupin e tij mbi shpatë dhe e mbyti veten e tij. Tha, festajel el maut, unë gut ky njeri, e shpejtoj vdekjen, vdekja nuk shpejtohet, mirë po unë gut, mos ta kishte marrë atë hap, do të kishte vdek në mënyrë normale. Ky njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasul Allah, atë që e ke thënë e kam pa me sytë e mi. Ky njeri e mbyti veten. Tha ka njerëz të cilët për sy e fatësi bajnë vepra të xhenetit, fundi i tyre do të jetë xhehenemi. Andaj besimtari në jetën e tij duhet të jetë shumë i kujdesshëm, mos të merr hapa të rëndësishëm të ngutshëm. Mos u ngut në punën tënde, mos u ngut në jetën tënde, mos u ngut në martesën tënde, mos u ngut në shkurorzimin tënd, po mos u ngut edhe një shkrim kur e ban, mos u ngut edhe një fjalë kur e thua, nga se për të gjitha këto ka mundësi që të pendohesh. E disa prej njerëzve nguten edhe për në haram, nga se nuk kanë sabër në halal. Allahu ja ka caktuar riskun, jashtë riskut të tij nuk del. Mirë po ai nuk ka sabër, në vend se ta merr riskun në halal, ai do të shkon dhe do ta merr në haram. Do të niset për në bank, do të merr kredi, apo do të vjedh, apo do të bën ndonjë mashtrim që të fiton. Sa do të merr, aq sa e ka risk. Mirë po njerëzit nuk kanë sabër, nguten dhe në vend se ta merr në halal, e merr në haram. Kështu ndodhi me Aliun radiallahu anhu, i cili arriti pranë xhamis, e kishte kafshën, e kishte deven e tij me vete dhe e mbante për kërpeshin e saj. Arriti te xhamia, e pa një të ri, o filan, a mundesh me marujt kafshën time sa të hi në xhami të falem? Tha po, nuk është problem, i ala deven, i ala kafshën, dhe hini e fali namazin. Duke dal prej xhamie, i ndajti disa të holla që t'ja jep këtij të riu. I mori 2 dirhem. Ky i cili ja ka rujt kafshën, t'ja jep dhurat. Mirë po kur doli jashtë xhamie e pa që ky i ri i ja kishte hjek kërpeshin kafshës, e kishte vjedh dhe e kishte lanë kafshën në atë gjendje, kishte ik. Dhe subhanallah, e pas ka marr, unë e dashta që t'ja jap 2 dirhem, hajri inshallah. O filan, a shkon atje në pazar, në treg, dhe ma merr një kërpesh për kafshën time? Po, merri 2 dirhem dhe shko bleje. Shkon ky njeri, hyn në treg, vjedhësi,
i cili e vodhi kërpeshin e Aliut radiallahu anhu të kafshës së tij, e shet atë. Sa e shet? 2 dirhem. Meri 2 dirhem, ma jep atë. U kthi me të njëjtin tek devja Aliut radiallahu anhu. Përsëri i mori 2 dirhem. E shiti atë, i mori 2 dirhem në haram. Mos të ishte ngut, do t'i merte të dera në halal. Andaj besimtari në jetën e tij nuk duhet të ngutet, duhet të ketë sabër, duhet të ketë qetësi, duhet të jetë stabil. Kur të merë hapa, kur të merë vendime, ato të jenë të qëlluara. Ne lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që jemi të matur, jemi të qetë, jemi durimtar në jetën tonë. E lusim Allahun azza wa jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.